Edhe pse ekziston një qendër shëndetësore, rreth 250 banorët e fshatrave Kamicë dhe Flak vazhdojnë të jenë pa mjek familje. Kjo situatë i detyron ata të përshkojnë kilometra të tërë drejt qendrës shëndetësore në Stërbeq, ku ofrohet shërbimi nga mjekja e zonës. Banorët kërkojnë që përveç infermierës që aktualisht mbulon shërbimin bazë, të emërohet edhe një mjek familje për këto fshatra. Sipas tyre, lëvizja drejt një qendre tjetër është pothuajse e pamundur, pasi pjesa më e madhe e komunitetit, rreth 80%, përbëhet nga të moshuar. Na duhet me shkuar në Stërbeq. Me u drejtu aty duhet me shkuar në Stërbeq. Ne edhe me dash me shku me vizituar Shkodër, duhet me marrë letër të mjeku. E mjeku në Stërbeq. Këto s'kena. Po doktor s'kena, këto di se ka doktor këto. Veç infermiere, po janë ato janë qenë shëndetësore. Ajo janë korrekte për zotin me thonë drejtën, sa vetëm ajo. Qa me bon? Për 2 lagje, qysh janë atje në Flak, për qa me bon? Ja që kanë llogaritë ata. Puna aty. Qendrën shëndetësore kena në rregull, punon shumë ajo. Infermierja punon shumë i lumtë. Mjek familjet kena në Stërbeq. Po jo? Jo këtu. Këtu nuk është. Ka infermiere kjo. Fshatin Flak ka është pa infermiere u çuditëm, që se ka dalë në pension shkurta, nuk ka. Kështu e dim na me. Por kjo s'ka qa u ban 2-3 mahove, me shkua. Ja, për momentin nuk ka. Ka infermiere, po ajo punon sa munet, edhe është shumë e rregullt, i lumtë. Prej vitesh, këto fshatra përballen me mungesën e shërbimeve elementare, si transporti publik, infrastruktura dobët përfshi mungesën e një ure mbi përrua, si dhe shërbimin e plot shëndetësor. Kjo situatë rëndohet edhe më shumë për banorët e moshuar, të cilët janë më të prekurit nga këto mungesa.